mbledhi. Altjana, çfarë ndodhi në këtë komision, na tregot lutem? Në fakt, Arbëresha pikërisht ulësja në cilën unë jam tani, ishte destinuar që të ishte zënë ende nga kryetari i këtij komisioni ad hoc për zgjedhjen e bordit të komisionit të pavarur të mediave, Alban Bajramit, por me qenë se nuk kishte quorum, kjo mbledhje në fakt dështoi nga ku do të bëheshin edhe shqyrtimet e të gjitha aplikimeve nga kandidatët e interesuar që të kenë një vend pra në bordin e komisionit të pavarur të mediave. Ishin deputetët e opozitës, në fakt që ishin në mbledhje dhe se pritën ata të opozitës që të bashkoheshin e të vazhdonin me procedura tutje për çështjen e shqyrtimit të gjitha dokumentacioneve që kanë sjellë në fakt kandidatët, por që të njëjtit nuk u prezantuan në këtë mbledhje dhe siç e dim duhen të paktën 6 persona pra që të vazhdojnë një mbledhje e komisionit dhe se u tha se nuk është marrë ndonjë përgjigje ose ndonjë arsye sepse të njëjtit nuk janë pjesë e këtij komisioni, por pavarësisht kësaj ne kemi arritur që të kemi në fakt edhe listën e kandidatëve të interesuar për komisionin e pavarur të mediave, që të kemi pra një pozitë aty, janë 30 nga ata që kanë dorëzuar dokumentacionet e nevojshme të kërkuara sipas administratës dhe aplikimit fillestar. Vrem që ka disa mungesa të dokumentacioneve nga disa prej tyre, kryesisht në fakt janë certifikata e lindjes, dëshmitë e kualifikimit dhe dëshmia e përvojës së punës ose një konfirmim pra për vendin aktual se ku të njëjtit të punojnë. Janë 30 persona që janë paraqitur këtu, ka edhe vrejtje për disa nga ta për çështjen e letrave rekomanduese në këtë rast, disa kanë sjellë më shumë se sa që kërkohet e të tjerë edhe nuk i kanë paraqitur të njëjtat, ndërkohë çka mund të bëjmë me dije është se kandidatët e interesuar për një pozitë në komision e pavarur të mediave, pra pikërisht në bord të këtij komisioni, janë kryesisht nga pjesa e juristëve, ka jurist, ka avokatë e interesuar, ka nga pjesa e shkencave të biologjisë, ka edhe nga shkencat e arteve që kanë shprehur interesim, ndonse ka kuptohet edhe nga pjesa e gazetarisë, komunikimit, por edhe marketingut. Nuk u bë e ditur se kur do të jetë mbledhja e radhës së këtij komisioni për të vazhduar me shqyrtimin e dokumentacionit, por me gjitha informatat që do të kemi mundësi të posedojmë patjetër që do t'i ndajmë në edicionet e tjera informative këtu në Klan Kosova. Sigurisht se po, Altjana, dhe dëgjoj se të shkoka kogja shumë kjo ulësja se ku e ullur aktualisht gjatë këtij raportimi që sapo e bërë në këtë edicion të lajmeve.